Në vijim të turit elektoral, Kliti Hoti zhvilloi takime banorët e rajonit numër 1 në Shkodër, ku prit me entuziazëm dhe mbështetje të dukshme nga qytetarët. Ai theksoi se kontaktet e drejtpërdrejta me njerëzit po japin gjithnjë më shumë bindjen se ndryshimi dhe fitoria është e Partisë Demokratike. Unë që kam pa këtë ditë, fushatë që ka qenë një fushatë intensive për tanë një frymë që nuk e kena pa përpara. Edhe ka një frymë e bukur, një frymë fitore. Edhe pse e shohim këtë frymë fitore? Sepse kena një program që është një program i maqshëm. Në thelbin e tij ka familjen, në thelbin e tij ka njeriun, në thelbin e tij ka Made in Albania. Sepse nëse shohim krahun tjetër, nuk ka familjen, nuk ka trit që janë të ikë për ditë, nuk ka këtë njeriu në thjesht, e nuk ka Made in Albania. Në pjesën e dytë të fjalës së tij, Hoti vuri theksin tek investimet e bëra në Shkodër, duke bërë një krahasim të qartë mes 2 viteve të fundit dhe dekadës së kaluar. Ashtë thonë që janë investu 2 vite këtu e tjerë, nuk du me hi me ba llogarinë. Kena 12 vite. Po të 10 vite tjera, taksa që kena pagu se cili prej nesh, ku kanë shku? A ka mund t'jema të regu dikush taksa që kena pagu se cili prej nesh? A jena në qytetar Shqipnis? Apo në qytetar të rangu 2? Se kja është pyetje që duhet mi bëj secili prej nesh vetit. Takimi përfundoi me premtimin e Kliti Hotit se një qeverisje e re do të jetë e bazuar mbi meritën, zhvillimin e qëndrueshëm dhe kthimin e dinjitetit për Shkodrën.